Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni tension të lartë, një gotë nga kjo pije ul tensionin në kohë rekord, ja si ta përgatisni. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Nëse nuk trajtohet siç duhet, hipertensioni mund të transformohet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe dështim të veshkave. Shumica e njerëzve vuajnë nga tensioni i lartë dhe përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore, përfshirë këtu pagjumsinë, marramendjen apo kontraktimet e muskujve. Ndërkohë, ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte të cilat ju do t'i gjeni lehtë në shtëpi, siç janë hudhra, limoni apo uthulla e mollës. Nëpërmjet kësaj video, ju do të mësoni këto kura natyrale të cilat janë jashtëzakonisht efektive dhe efikase kundër tensionit të lartë. Receta e parë është ajo me lëng limoni. Sipas ekspertëve, përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë, një limon dhe si fillim shtrydheni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe më pas pijeni atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Limonët e kanë aftësinë që të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut, duke ulur kështu tensionin. Kura e dytë është ajo me hudhër. Hudhra përmban substanca sulfuri të cilat e kanë aftësinë që të ulin tensionin e lartë të gjakut dhe nga ana tjetër të largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca gjithashtu stimulojnë edhe prodhimin e oksidit nitrik dhe rregullojnë tensionin tuaj të gjakut duke zgjeruar enët e tij. Ju duhet që të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes përpara se ju të hani ushqim ose përpara se të flini. Hudhra duhet ngrënë gjallë sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve të nevojshëm. Kura e tretë është ajo me uthull molle dhe sodë buke. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë, një maj lugë çaj me sodë buke dhe një lugë gjelle me uthull molle. Udhëzimet. Uthulla e mollës përmban shumë minerale të cilat janë tepër të dobishme, si për shembull kaliumi, magnezi dhe kalciumi. Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin tuaj të gjakut dhe për uljen e tensionit. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle, një maj lugë çaj me sodë buke dhe njëkohësisht një gotë me ujë. Konsumojeni 2 herë në ditë për të patur rezultate më të mira. Në qoftë se ju po përpiqeni që të ulni tensionin tuaj të lartë të gjakut, atëherë me patjetër duhet që të filloni dhe të përdorni këto produkte. Shega. Shega është e pasur me antokianinë dhe lëngu i saj redukton disa lloje sëmundjesh dhe gjithashtu ndihmon në uljen e kolesterolit të keq, si edhe mundet që të ulë inflamacionin. I pasur njëkohësisht edhe me potasium, avokado ndikon direkt në presionin e gjakut. Kështu, sipas një studimi të vitit 2023, konsumimi i tij 5 apo më shumë herë në javë ul nivelet e hipertensionit deri në 17%, duke nxjerrë jashtë trupit të gjithë sodiumin i cili dëmton enët tuaja të gjakut. Panxari. I pasur njëkohësisht me nitrate, lëngu i panxarit ndihmon në uljen e presionit të lartë të gjakut. Nitratet shndërrohen në oksid nitrati që përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut duke i zgjeruar ato në mënyrë që gjaku të rrjedhë sa më mirë. Në këtë kategori futet për shembull edhe spinaçi apo perimet me gjethe jeshile.
Limonët, të pasur me minerale dhe acid citrik, limonët dhe njëkohësisht lëngu i tyre, sipas studimeve ka dalë se janë shumë të mirë për të ulur hipertensionin. Çokolata e zezë është e pasur me flavonoide dhe ndikon në uljen e tensionit të lartë. Studimet kanë treguar se marrja e flavonoideve nga persona me tension të lartë ka ndikuar gjithashtu në uljen e presionit sistolik në gjak. Në këtë grup futet edhe molla dhe për më tepër lëkura e saj. Bajamet, ashtu sikurse edhe arrat apo fistikët, kur konsumohen në sasi të moderuar deri në 50 gram në ditë, i japin trupit antioksidantët e duhur të cilët lidhen me uljen e tensionit të gjakut. Hudhra, nëse e pëlqeni duhet të dini që edhe muret e arterjeve e duan shumë. Sipas studimeve ka dalë që njerëzit të cilët kanë presion të ulët të gjakut ishin ata që përdornin më së shumti hudhrën. Prandaj, nëse ju keni për qëllim që të ulni tensionin e gjakut, atëherë me patjetër duhet ta përfshini hudhrën në dietën tuaj ushqimore. Boronicat, ngjyra e tyre e errët është një tregues që ka sasi të larta antioksiduesish dhe vetëm 2 orë pas konsumimit të tyre shihet rezultati në shëndetin tuaj duke ulur presionin e gjakut. Kanella, në grupin e erëzave më të mira për të ulur tensionin e lartë janë kanella, rigoni, turmeriku, xhinxheri, të cilët mbajnë në kontroll tensionin e gjakut për një kohë të shkurtër. Madje disa studime kanë treguar se menjëherë pas 24 orëve normalizohen parametrat. Kosti, një studim i vitit 2021 ka treguar se kosti ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut pasi është i pasur me mikronutrient si kalcium, magnezium dhe potasium, të cilët gjithashtu ndikojnë drejt për së drejti në uljen e rrezikut për hipertension. Ndërkohë, sipas informacioneve, ndryshimet në mënyrën e jetesës mund t'ju ndihmojnë që ju të mbani nën kontroll dhe njëkohësisht të parandaloni tensionin e lartë të gjakut edhe nëse jeni duke u trajtuar me ilaçe. Ushqehuni shëndetshëm. Konsumoni një dietë të shëndetshme për zemrën. Konsumoni sa më shumë fruta, perime, dritra, mishin e peshkut dhe njëkohësisht produktet e bulmetit me pak yndyrra. Merrni sa më shumë kalium që të parandaloni dhe njëkohësisht të mbani nën kontroll tensionin tuaj të lartë të gjakut. Ndërkohë, merrni më pak yndyrra të ngopura dhe trans. Menaxhoni gjithashtu stresin. Përpiquni që të shmangni stresin sa më shumë që të jetë e mundur. Praktikoni teknika të cilat të lehtësojnë stresin si relaksimi i muskujve, frymëmarrja e thellë ose edhe meditimi. Aktiviteti i rregut fizik dhe njëkohësisht fjetja gjumë munden që t'ju ndihmojnë gjithashtu. Mbani një peshë normale të trupit. Mbajtja e një peshe sa më normale të trupit ose rënja në peshë nëse jeni mbi peshë ose obez mundet t'ju ndihmojë që të kontrolloni tensionin e lartë të gjakut dhe të ulni rrezikun për zhvillime të mëtejshme të problemeve shëndetësore. Në përgjithësi mund të ulni tensionin e gjakut për çdo kilogram të humbur. Ul sasinë e kripës. Siguroni që të limitoni njëkohësisht sasinë e kripës në më pak se 2300 mg në ditë. Idealja për të rriturit është 1500 mg ose më pak në ditë. Përpiquni që të kufizoni kripën jo vetëm kur ju ahidhni ushqimeve, por edhe të kufizoni produktet e përpunuara duke qenë se ato kanë një përmbajtje të lartë kripe. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit
konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.